në faqen e Facebookut, në Instagram dhe në TikTok, dhe në faqet e mia TikTok, Facebook dhe Instagram. Më kanë marrë, më kanë kontaktuar dhe më kanë shkruar dhe në WhatsApp edhe në Instagram, por zakonisht shumë punën time e kam online, se Klea më pyese nga donjëherë, më thon Klea duhet të takoj fizikisht anë këte. Puna ime është vetëm online, zemër, për shkak të angazhimeve të mia televiziveve, mbi ngarkesën, puna bëhet vetëm online. Kush ka dëshirë të vi vetë, më kupton? Por fizikisht nuk takoj njëri. Dhe në momenti që marrim telefon, por janë historitë të klientelave, që unë gjithmonë klientelën unë e mbaj privat, confidence. Shumë mirë, dhe prandaj besoj që ke klient ti se i kanë siguri të këti do zhja më e mirë. Kam. Do të kesh siguri. Vinë me mirë bërsen, të thotë, shikoj, do bëj një parashikim të Elena, do shprem, kam nevojë të shprem, kam nevojë. Elena është për një psikolog ose kam nevojë të shpreh diçka tjetër. Unë e di e njoh Elenën. Ne kemi vite që njemi dhe me Elenën bëjmë biseda shumë sekrete njëra tjetrën, shumë private, dhe Elena është i vetmi person që ta mban sekretin dhe do jep zgjidhje dhe gjithmonë të qetëson, nuk është ai personi që ta futoj kështu ashtu, thjesht të gjen mënyrën e komunikimit. Dhe mendoj se kryesorja dhe më e rëndësishme është që në çdo periudhë të jetës që ne jemi keq apo kemi nevojë për dikë, është më mirë që ai të dëgjoj, të flas me qetësi, të kuptoj, dhe jo vetëm të vërsulet. Jo, kam klientel që kanë qenë shumë keq, kanë qenë shumë të rënduar nga ana psiqike, psikologjike, domethënë ka persona që në momentin kanë folur se gjithmonë i bëj me kamër, se ka dhe persona. Shiko Klea, se tani klientët ka rënë në pjesë e mashtrimit faqeve nigeriane. Marrin fotot e mia, certifikatat e mia, nxjerrin numër nigerian dhe shikon ajo dhe më kontaktojnë. Çfarë numër mban dhe unë i kam thënë që numri im është vetëm shqiptar, zyrtar. Nuk mbaj numrat tuaj. Dhe thot, u gënjeva u mashtrova ndaj këte, janë të rënduar nga ana psikologjike, psiqike, po më e bukur ishte se një klient i tip i kishin çuar një ditë të therrur. Po dhja therrur pse? Po prapë se nga ai shkreti, nga që kishte hall problem, tha do bëj një parashikim. E kishte thonë, dua të bëjmë pagesa në Bali, Nigeri. Edhe tha, në momentin aty tha, i kuptova, unë tha, ç'është kjo pagesë në Nigeri, kurse zonja e nderuarit tonë në Shqipëri. Edhe më e bukur, ishte të meruar, e kishte rënduar nga ana psiqike, psikologjike, mund ta kam mbajtur mbi një orë në telefon që kanë folur me kamër, e kam qetësuar. Unë tha, kujtova se do më çonte do një tuf me lula, do një kështu gjendje respekti, tha, ke parasysh këto që të çojnë mojna në këte, kur ai më çon të mua tha vit të therru, tha më të meroj. E kam qetësuar dhe dela e fjala që duhet të mbash konfidencën e klienteles, se ti mund të kesh një problem, po thotë, shikoj, unë do shkoj Elena me mirëbesim. Se çdo njeri ka alle probleme, ose për parashikim, çdo njeri thotë dua të bëj parashikim. Okej, për momentin nuk besojnë, nuk po besoj, po aman kur i dalin parashikimet, dhe ajo zonja mund të kujtoj 2-3 muaj ose 6 muaj një vit. Do të shikoj se unë shkova te Elena, po parashikimi i doli. Sonte parashikimit jam 100% sakt. Nuk i mbaj klientelët ti mbaj me atër, shiko, jam me atër, qysh tek kështu. Më kupton? Nuk i mbaj me atër, i them, dëgjoj, përderisa ti do bësh një parashikim, unë do të them, do të flasi për të kaluarën tënde, për të tanishme dhe të ardhmen. Do me thënë, po të jap një këshill dhe po të jap një kështu, dhe nga donjëherë më thon, o Elena, faleminderit, ti sikur je psikologe, ja astrologe. Po, prandaj të thash edhe unë. Po, dhe i them, shiko, se psikologja ka profesionin e vet, astrologja ka profesionin e vet, por ka të bëj, Klea ka të bëj dhe energjia, se tani mund të kemi edhe shumë persona që merren me astrologji, po mund të kenë dhe energji negative. Është e vërtetë. Po, mund të kenë dhe energji negative. Tani nisim me? Po, nisim me në historinë e parë për të bërë parashikimin si do jetë situata e saj. Okej. Klea, përshëndetje zemër. Së pari të uroj suksese në moderim, je një person i shkëlqyer. Mos u mërzit se pas ka shkruar një roman se e ka marrë nga Instagrami im. Mos u mërzit për komentet negative, keep going. Tani thot, të lutem thuaj Elena, si jam një vajzë 13 vjeç. Ka lidhje dashurie kjo? Kjo është minorene. Prit tani. Zoti na ruaj. Prit tani, se nuk i dihet. Atëherë thot, jam një vajzë 13 vjeç, të lutem mos më nxirr emër e gjë pavarësisht se po të shkruaj nga një rrjet fake, nga një Instagram fake, domethënë. Atëherë thot, unë para pak kohësh isha e lidhur me një djalë.
krijova njohje dhe po flisja në Snapchat. Snapchatin e dini ç'është? Është një kështu. Kam dëgjuar, po se përdor se më duket një gjë koti, një fake, se tani ai mund të hiqet si femër, po mbrapa saj mund të jetë edhe një mashkull. Kam folur në Snapchat, në fillim më thoshte zemra ime, dashuria ime është shumë e bukur, ndërsa tashmë